e kam quar mesazhin para një viti tek Bashkia e Tiranës. Tani, ne nuk kemi kryetar bashkie. Ne kemi një bashki që funksionon me defibrilator, me oksigjen, me 700 shtytje dhe me 700 gërçe ushtyn. Por për te i bashkisë, ne kemi probleme me administratën patjetër. Dhe kur administrata nuk e mban barën që i takon, atëherë bara përfundon mbi shpirtin dhe mbi mendjen e qytetarit, e familjes, e njerëzve që duhet marrin përgjigje, pastaj hidhet hap pas hapi dhe vjen prap tek tavolina. Por këtu duhet bëj një ndërhyrje që nuk kërkoj mirëkuptim, por thjesht kërkoj dëgjim nga të gjithë. E kuptoj që kur gjëja vjen te vetja është ka arritur fundi i durimit. Por nga ana tjetër nuk duhet lejuar që një hall i drejtë të bëhet lëndë djegëse për ata që vazhdojnë në ushqenjë të protest, vazhdojnë në ushqenjë të rrëmuj. Vazhdojnë ushqenjë këtë rrëmuj më shumë shpirtërore se sa fizike, duke bërë dëm pas dëmi pas dëmi, jo duke ndihmuar që gjërat të zgjidhen. Ata janë njerëz që ushqejnë me probleme të tjerëve dhe janë njerëz, janë subjekte, janë organizata, janë edhe aktorë të tjerë jashtë vendit që ushqejnë me probleme të tjera. Problemi juaj dhe i gjithë atyre si ju që shkojnë atje ose që janë të lidhur me atë gjë nuk është të jepni karburant politikës apo qëllimeve të tyre pa diskutim. Se ata nuk kërkojnë zgjidhje. Ata kanë nevojë që zgjidhja mos vi kurrë. Se ata duan që të mbajnë gjallë zemrimin, përçarjen dhe iluzionin që çdo plagë e një qytetari është prova që këtu duhet rrëzuar gjithçka dhe Shqipëria duhet filloj nga e para. Ata nuk janë njësoj si ti, si ju, si qytetari që ka shpirtin më i tundës kërkon drejtësi për pallatin e shëmbur apo të dëmtuar, se nuk e di konkretisht. Dhe s'është i disponueshëm për dekor për një agent tjetër, por faktikisht ju keni hallën e vërtet. Ata duan të ngrenë dhe të mbajnë këmbë industrinë e hallëve. Unë kam detyrimin mos e ngatroj të gjëra, unë kam detyrimin të dëgjoj njeriun, po mos bëhem peng i atyre që flasin në emrin tënd, kur jo vetëm s'kanë gjë në dorë për të zgjidhur asgjë, por nëse larg qoftë ju vjen në dorë, nuk do të jesh problemi i shkallës pallatit. Do bëhet Shqipëria përsëri si është shkallë. Ku e di unë këtë, e di sepse ne nuk kemi nevojë të provojmë gjithë ato që i kanë provuar të tjerët.